Barack Obama i arrin gjithmonë që të marrë vëmendjen e të gjithëve dhe t'i bëjë njerëzit për vete. Një video ish presidentit është bërë virale këtë javë. Obama ishte në foltoren e një mitingu duke bërë fushat për kandidaten demokrate për guvernatorët e New Jersey-t, Mikie Sherrill, në momentin që dëgjoi zërin e një gruaje në sallë. Oh, I love you, but hold on, I heard you, girl. Just settle down. I'm here to talk to everybody, not just you. I mean, you look cute, but I am married. Michelle's fine too. Ajo që lexoj më së shumti në komente ishte se Obama mbetet padyshim një nga figurat politike më karizmatike të Shteteve të Bashkuara dhe sigurisht që nuk mungoi asaj komenti që padyshim do ta meritonte një mandat të tretë. Michelle's fine too. Kur vjen puna te sensi i humorit, kemi parë se Maduro dhe Trump nuk ndryshojnë shumë nga njëri tjetri. Së fundmi, presidenti i Venezuelës ka deklaruar se qeveria amerikane e ka bërë më të famshëm se Taylor Swift dhe këngëtarja ka marrë goxha vëmendje së fundmi me publikimin e albumit të saj të ri, dhe Maduro shkon më tej duke thënë se nuk do të ishte keq që të bënte një album të tij për të bërë ca para ekstra dhe të financonte disa projekte për vendin. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita. Que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive, ¿verdad? Para decir, entre una platica para financiar más proyectos de los consejos comunales y de las comunas con la venta del disco. ¿Quién me ayuda? Yo canto bien, o sea, tampoco canto tan mal. Puede ser el Super Bigote, que es famoso. ¿Cómo se dice Super Bigote en inglés? Super Mustache. Super Mustache. De ver mi foto y mi imagen en Fox News, CNN, y digo, coño, ¿hasta dónde llegaste, Nico? ¿Ah? ¿Qué temen de mí? Si no soy yo, es un pueblo de pie, en batalla. Pasuardi i sistemit të kamerave të sigurisë së Luvrit ishte vetë Luvri. Tani edhe kodi wirelessit të shtëpisë time mund të jetë 2024-2024, por dëmi në këtë rast nuk do të ishte aq serioz. 4 minuta pasi u futën në galeri, grabitësit thyen një kafaz xhami sigurie, morën 9 nga bijuteritë historike të kurorës franceze dhe me anë të një shkallë elektrike zbritën nga balkoni dhe u larguan. Dhe më pas ranë alarmet e sigurisë. Tani një gjykatë franceze ka publikuar një raport në të cilin nuk thuhet asgjë e mirë për stafin drejtues të një prej muzeve më të mëdhenj të botës. Me sa duket, fokusi i tyre ka qenë në blerje të cilat mund të siguronin ca tituj në media, por edhe projekte rinovimi dhe jo sigurimi i objektit. Nga ana tjetër, për 465 galeritë e muzeut, stafi i sigurisë kishte vetëm 432 kamera sigurie për të monitoruar ambientet e brendshme në vitin 2024 dhe tani pasi u bë dëmi në vitet në vijim, pritet që numri i kamerave të sigurisë në godin të dyfishohet. Ndërkohë, siç e tham, pasuardi për serverin që menaxhonte rrjetin e kamerave të sigurisë së muzeut ishte thjesht fjala Louvre, ndërsa aksesi në softwarein që menaxhohej nga kompania e teknologjisë së sigurisë Thales mund të sigurohej nga po i njëjti pasuard, pra Thales. Këtu bëhet fjalë për një audit të bërë në vitin 2014 dhe e kontaktuar nga CNN, agjencia që e kreu, deklaroi se auditi në fjalë nuk mund të konsiderohet si përfaqësues i niveleve të sotme të sigurisë. Por kjo nuk i ndaloi njerëzit në internet që të bënin shaka me lajmin. Një prej komenteve më të shumta ishte të paktën pasuardi nuk ishte le password.